Faleminderit zoti kryetar për të nisur nga gjërat e rëndësishme. Zoti Braçe, në fakt nuk kemi hequr dorë nga vendimi për kursin e lirë të këmbimit. Nuk thash unë absolutisht asgjë ndryshe, po duket që ekonomia shqiptare i ka ngritur duart dhe e ka lënë pastrimin e parave 30% normalisht në çdo sektor. E për t'ju përgjigjur ministres, në fakt kur dëgjon një ministre ekonomie që ka qenë një ministre financash, ti mendon që po flet me shifra e po dëgjon shifra, dhe jo sikur bën bisedë te kafja lagjes, është rrit GDP-ja, është ul papunësia. Zonja ministre, dy gjërat keni parasysh. Besoj keni analizuar të dhënat e Instatit, se keni qenë dhe drejtoreshe e Instatit, për sa i përket rritjes ekonomike. Vjen nga ndërtimi kryesisht dhe nga shpenzimet e qeverisë shqiptare. Nuk ka sot rritje tjetër ekonomia. Fuqia blerëse shqiptarëve është e fundit në rajon, $24.000, ndërkohë që Malizi, Serbia, Maqedonia e ka në 36.000. Këto janë tregues që tregojnë se sot shqiptarët nuk po shpenzojnë dot, nuk kanë fuqi për të shpenzuar, dhe kjo pastaj shkon zinxhir në ekonomi. Ju thoni që do të miratojmë një ligj për produktet made in Albania, po çfarë duhet ligji atyre që kanë falimentuar? Po hikin kompanitë fason. Ajo kompania ku keni qenë ju Kofra është mbyllur, 500 punonjës janë hedhur në rrugë. Janë hedhur në rrugë, është mbyllur këtë muaj. Po çfarë duhet ligji atij? Çfarë të bëj me ligjin? Çfarë duhet bëj një biznes që mbyllet me ligjin? I jepini mbështetje sepse po e shkatroni ekonominë shqiptare. Kur isha ministre financash nuk ktheje përgjigje, pas ke marr vrull tani që e bër ekonomist. Mos merr përsipër gjëra që s'takojnë, ta thash dhe herë. Faleminderit zonja Ibrahimaj, ministre Ibrahimaj. Ka kërkuar fjalën. O ka kërkuar fjalën. Unë nuk e kam për zakon të merrem me individin, sepse më duket sikur nuk është vendi këtu për të thënë si flasun, e si flet ti, e çfarë them unë, e çfarë thua ti, dhe kam treguar në eksperiencën time modeste parlamentare që di të flas me shifra, dhe nëse doni shifra, patjetër që unë i kam të gjitha shifrat përpara. Kam përpara shifrat e GDP-s, të cilat në 3 muajorën e fundit GDP-ja u rrit me 3.8%, është një rritje e cila 70% e të cilës vjen nga konsumi, e si është ky konsum nëse nuk vjen nga popullata, është konsumi i popullatës, i cili ka vijuar në rritje për vite dhe vite me radhë. Shifra 3.8% nuk është në shifrë e rastësishme e 3 muajorit të tretë të vitit 2025, apo e një muaj të caktuar, apo e një sezonit caktuar. Prej vite Shqipëria, që nga viti 2022, dhe nuk po marrë vitin 2021, sepse viti 2021 kishte një efekt bazë të vitit 2020, që ishte pandemia, por nga 2022 e tutje, është rritur me normë rritse nga 3.5 deri në 4%. Dhe nuk është e vetmja shifër që rritet, është rritur punësimi. Juve folët për të punësuarit në një sektor specifik, në ndërkohë që numri të punësuarve në totalin e ekonomisë vijon të rritet, që do të thotë që këta të punësuar që humbin vendet e punës nga një sektor specifik, gjejnë vende të lira pune nga sektor të tjerë specifik. Aq e madhe është nevoja për vende pune në Shqipëri, sa ne kemi filluar të importojmë punë për të përmbushur kërkesat e tregut. Pse? Sepse numri i bizneseve është rritur, sepse kërkesa e bizneseve është rritur, sepse të gjitha të dhënat tregojnë që ekonomia shqiptare në këtë moment është e shëndetshme. Nuk e kam për zakon, siç thash, të them për çfarë thoni ju dhe të merret individualisht me një deputet apo me një tjetër. Por as gënjeshtrat, as sulmet individuale nuk i bëjnë nder këtij kuvendi, shifrat, argumentat patjetër që po. Faleminderit. Faleminderit. Fjala për zotin. Po më falju, përmendi ministra? Okej. Zona Tabaku. Po, faleminderit zoti kryetar. Meqense ministria ka shifrat e rritjes së GDP-s, a e ka parë ministria që sot forcën kryesore shtytëse në ekonomi e kanë rritjen e shpenzimeve qeveritare, rritja e pagave në administratë, që e ka ndërtimi, a e ka parë ministria që pesha e bujqësisë ka rënë nga 20% në 16%, a e ka parë ministria që sot po mban vetëm ndërtimi në të gjithë sektorët privat dhe të gjithë sektorët dhe të gjithë të tjerët janë në rënje, a i vë re këto ministria që po hidhen produktet e bujqësisë në rrugë,
A i vëre ministrja që një sektori të ri fasonve me 175.000 punonjës sot po mbyllet është në paraliz? A i shikoni këto apo jetoni në një realitet paralel, që nuk ka lidhje me atë që përjeton ekonomia shqiptare? Këto janë shifrat e ekonomisë shqiptare, se çfarë thua tutje një 2020-2021, sepse të paktën këtu në këtë parlament ne kemi pas mundësinë, nuk binim dakord për shifrat me socialistët, nuk binim dakord për politikat me socialistët, po të paktën bënim një debat përmbajsor. Tani nuk kemi më mundësinë as debatit. Sot shqiptarët janë larguar dhe ti ke filluar që të marrësh punonjës nga India, nga Pakistani, nga Bangladeshi dhe ti e konsideron këtë mburrje për ekonominë shqiptare. Janë larguar 1.2 milion shqiptarë dhe ti mburresh që po importon nga jashtë, ndërkohë që eksporton shqiptarët i çon jashtë. Kjo është mburrja që sot ka qeveria shqiptare. Po për këtë duhet ulni gjithë kokën e të kërkoni ndjes shqiptarëve. Ti kërkoni ndjes që jeni arsyeja kryesore që sot po shpopullohet Shqipëria. Faleminderit. Zoti Cara, fjala për ju.